Vend takim me shumë miq e bashkëfshatar të tjerë Bacajsen e ka këtë vend. Kujtimi për të rënët dhe malli për ta nuk e lën të qetë, dhe ai shumë herë gjen qetësinë e shpirtit të tij pikërisht pranë lapidarit të lirisë në fshatin Dobrosh. Mirë se erdhe motër, qysh je si je? Në më shumë që ka i kini halët ju. A i ki e kajtë, a më letë si je më shtë. Mirë, po dhe në në. E takuam teksa po vizitonte këtë përmendore, duke përkujtuar të rënët për këtë vend dhe lirinë e Kosovës. Agjajsen, na pikrisht me ty u takum këtë vend shajt, muj me qujt, vend ku ka shumë dëshmor dhe martir. Bukur do vjet i ki, sigurisht se i viziton shpesh, a? Paj, dita ke mirë, edhe me komendaj tash njeri nuk po ka, na imi mësu me najt atër kur i kemi pas plesht reshim ka 10-15 vet te 20 në çdo dhomë. Reshim bashkë në ishe njeri muhabetet mira, në i ke mahi, në i ke fjallë të vjetra, në i ke vujtje shka kem pas pe janë meqve gjithë mërë në jetë. Edhe të fundit, shpesh herë kur më delë rande, kur e kom mundësin, vi me naj me këta burrat, këti vendi këtu, se shumë kom pas, me ta shumë kom pas, jarani e më kanë deshtë fort tonë, më kanë thonë lallë, shka po ishen fotografi që aty lallë më kanë thirë se jo nemen. Plus i kom një 3, që ti i brën e kom si e kom pas të shpirtit tam, po kom edhe një shaqir Muharremin si e kom pa në fundin e mra me Gjevat Hazirin. Që të aty përshëndetin e mra me Gjevati ma ka thonë, u pashim më hajrë dhe i kanë nele, i kanë shtinat kumponja aty. Inshallah na kanë bo halal këtë jetë, këtë gjak si e kanë dhonë për neve, inshallah kemi të ardhme të mirë, inshallah nuk e harrojmë edhe na, për që ata visartë kom nga dalë rika pak. E i këqyri, u hinjëram tonë vetë i këqyri qëto. Ka pas bura këtë si vallahi, më që dita kun që i beru ka që aty si në te i ka të mëse ka një shumë që i kom. Kur në dishin plesht, falal, shka bojmë, në tashti djeme qika duhet me i martua, si sun ja bojmë ekranat e meqve si kanë pas plesht. Thash na duhet me i majtë që ata mishte pleqve si kemi pas, këta tonë, qësh në vinë në një, që aty në duhet me bojë ta, qësh i kanë respektu, plesht duhet me respektu dhe na. Me që këmë musteqe, shaqir Sadria, mas mrami që ta kom pa dhe që të Gjevat Zenunin. Tonë jenë konë djemë të mirë, vallahi s'di shka me thonë për kur një, se tonë jenë konë për mashallah u koftë. Sa e një vetën krenar Agjajsen ti që je njoft me ta e gjaku i ty nësa do bo lirin për Kosovën? Tash më doket kur ti shosi me i pa pas të mitë në vllazën në djemë në tonë këta i kom pas që ashtu si sështë një si e kom druj fjallë ti kur me ta. Qyre këta varë këtu që ta tre në shaqirin e tek të në të katrin aty si janë konë të janë konë të pjekun. Vallahi s'kanë pas burrat që shme konë ndryshe veç qështu, që kjo konë historian të fakultetin e ka pas kryen të historijës që kjo Rexhepi. Ky dema konë punëtor, veç o konë djali Zotit, dali që kjo sherifi me gjithë zana linë aty, s'kanë pas mashkujt ma të mirë që shme konë. Unë 18 ka i baj, e jam hala këtu, muj më folë për ta, këta qërët, ty rritë halajën kone jënë këtu, që shtë ndijtë preku në ndijë, gjitha ato i ndijë, po zullum qari, ka bo gjithë herë zullum që shtu në neve, shala mës zullumi pove që shala mës o kryaj muhabete, nuk ne bje muhise. Me dëshirë, pranuam ftesën e tij, siç i ka hije një malsori bujar që ta vizitojmë në shtëpinë dhe konakun e tij, ku përjetuam momente mikpritje e bujarie. Pasi ko ke ardhë motër sot me na vizitu me i bo këto gjemime,
unë qashtu mire kesh se fa me bu, jo veç një marrë me pushu, pa këtë do me im lidhë do plesht katunit e do. Gjithë ku shka që me ju pa, me ju lije, edhe merën e juve me respektu, i ka shatë buke krype gjoj me ham. Semona! Do mu sa përoj? A da vam ju sam puni sarte. A je buri povën? Allah zuma, ja ku je. Ja si, ja. A je se që në unë. Je, shka je? A je asma posha. Semona, Sa je posha, ja ku je. a je buri povën? Ma Borko. Bravo. Ato me që shtume. A mund dur të më vjerta. Hajde, ule valla. Se që në unë. Oj, A jema. qao, kuma? A ka ba tomën kërë. Hajt je mirë. Hajt je punkti. Po, mirë. Hajde mirë. A i ki këta shokë që shpje që me ta. Po, mirë. Po, shkaj. Mikpritja në odën e burrave, si pas zakonit e traditës së familjes, që nga pleqnari dhe advetari i kësaj familje, Sali Bajrami, u transmetua të secili antar në familjen Regja të fshatit Dobrosh të komunës së Gjakovës. Për para në hushkë mirë, e soba mirë e madhe, e musafir vishin bon. E që ishin qëbrësh. Tash mas luftë, kemi bo salona. E hungjëm me gra, gjithë i cili me gruat vetë. Aty, kille, atë përqen mua beti me gruat, përqen kur i pikë. Zëqëra, ti e kje hasjonin sa bali kullë. Unë e shkam kuj mja vite me kuj anë me ta ty. Unë e kur të ri me bura da jere. Në salon me ka ki me full. 5 dakika ki e shka me full me gra. Mas 5 dakika ki mi thona ke kora, ke kosita, ke vadita, ke prashe. Qa kemi thonë? Juodën e kemi pas 5 me 5. Për krejt mahall në atë vakt, tash imi bu 25-6 shpia, tër imi kon 4 shpia, 2 shpia, 3 shpia gashen kon. E na imi kon 4 thaq. Da se me dek në qatod, qatë ju ma ishin. Nuk thoi ke kush po rëndzanë. Qashtu hishin të rëndzike, po burra ka pas, si kur shkajsha me hinë sëbë, që aty peqët në burrat katunit, u cilë që ka një copë herë në për 2 vahone, se më dike marrë me hinë pej tyne, se dishka u duke mu thonë, nuk e qitë ke goja me full ma ta burra, qash kishim njerëzije, kishim marifet pej tyne. Baca Hysen e ka në gjen të pres e përcjell mysafir në odën e tij. Ndërkohë burrat në odë dhe plizbardhët, që sot fatkeqësisht janë më pak në numër, Gja Hyseni mundohet her pas here ti të bëj në konakun e tij, që kjo traditë e familjes të vazhdohet. Unë jam I lindun 1932. Jam I rritur në shpit madhe, s'kem pas ku mu hungja, s'ku mu jetë, ajo në që shokon atër o konë tokë, edhe kaldrama shpia thmiva aty, na jemi rritë ashtu për gazep zotit. Mu ka duht I vogël sa që këtë djallë me rujt gjanë. E me shku, kapuqin e bardh e tjerë që 8 vjetë e përsipi dhe kyteti ka, mu ka duht që I kom hjek kur, që ashtu I kem pas punë. Teshat për gratë, une për para nej jam shku me gjithë shka me gjanë, po du me thonë me ljope, me kualim, edhe dhikem pase me tana.
Rrëfime dhe tregimet e mençura të Axhes Hysen, të cilat i mësojnë nga të paret, por edhe nga përvoja jetësore, janë shembull i mirë për gjeneratat që vijnë, e për këtë ai është i respektuar në mesin ku jeton. Ma fort jam lodh dimnit këty në herë, se jam lodh veja shty punu aty asishnë. Se na imi kun shpije madhe, e pa musafir se disi imi met, o hi dim një dal bile pa i pas 3, në 2, se disi imi met kur. Unë e bëj shajzmet në sobë, jom konë si i letë, që ashtu ne kanë baboj lukë të gacave, jo moshën se u diske qergat i këtë pas, por luga jo maj ke gacen aty resha me të në komë. Kur më theshin hugju, musafirët baba jam thike, hugju 2 dakikave qëvapet. Shazet e vujsha hesha kesh sa më konë ka qeri ra, ty na i komë t'ju mojzmet atyne. Më ka interesua vishin plesh të rishin, nuk o livdua për katun të madhë, vesh për burrat mirë o livdua kjo katun të kem pas plesh, si vallahi, Uniki o konë qendra e Kosovës, vesh nuk ka pas plesh ma të mirë as Uniki se ka pas Dobroshi. Baba i kish pa thonë djalit, i kish pa thonë birë me të korit ku shka bën, thot baba ves. Thot po, e me të korit vetja, thot jo vetja të korit, thot jo valla mas fort i të korit vetja. Pse? Thot mas parin tulla tua, mas ka lajt është munere mu korit tulla tua. Nuk e respekton musafirin, nuk jep nere, nuk ja marrë marifetin, ti i koritun je vraje veten, pra se veten e korit. Këtë vend 3 lufta ishin konë bon, 12 sene, kur odhonë kongresi i Berlinit, ju ke dini me historiu në kur se më konë shkollë me mësua semrin tam, ushtarë, kom su sa me shkruj letre me shu të shpia, po kom pa bon me lexue, me shkru sa me i pa pas 8 klasë bile shkollë, po kom pa bon. Gjithmonë në jetë, 2 lufta ishin konë fitue. Me 3 luftë, me 30 kanë fitua, kanë marrë këtë vend e në shkue. Gjithmonë paria e kanë shit vendin. Kur është ardhë vakti me lëshu Turqia, këtu në me lëshu Mali Zi, që ajo kohë konë, i kokan konë mledhë reke Malci, thoi fushat e barampash, kokan konë mledhë aty, Riza Begi i kryesive i shkonë si kryesor, po tutë këta me folë se pe djegin e pe jasish në bënë, Ali i Berneza ta dull hipi një dras ma nalt, hipi tha aty, ta merë një vesh reke Malci, e shehere në hije. Sa të jam gjallë, një plomë Karadakit nuk e lëshoj, vete marë pushken, djallit jepi altin, grus jepi sakicin, qiks jepi këmesin. Se nuk jam sukur zotnit e Gjakovës, sukur beglert e Gjakovës, se Riza Begit ja ka gruja 3 kila dukat në qaftë varne. Unë e kom malsorin me një apon gogisht e gjysën të shkyne. Unë e kom i gjys ka pushin krye. Unë e du me dekës një për atë punë, tha e ra të avëlinë, sa ty e fshinike në Gjakovar, ta tha ne mujti apon nga këpucen. Dhe me apongaj malsuri, Ali Berneza. Qështu, me shitjet vatanit janë shku mas shumë të trettinat janë bunë këtë. Kurs ne kanë ljonë me dalë me najtë në mullinja së ndugoj pleshtë ati vakti. Pse? Se aty rrinë gjithë shka. Që ati Abaz e Nunit i kishin pa thonë, Avdul Hoxha Abaz, ku kesi Uvanjove? Thot Avdul Hoxha Uvanjova pak se hina që aty ku bonë gjimja horë, ku koritën burrat. Ku thot Abaz koritën burrat, thot asedin Avdul Hoxha, thot ja. Thot po në kafe se gjithë shka hinë aty. Hinë i mirë, është i mirë si vesh pegamer nuk është e bokare tjetri e shtin mu korit krejt, e shtin mu korit i pa koni, se i bjen shpinë, shka s'duhet me koni. Përsi ka vra gjindë kur nuk e livdu kush, që to kom të mirë në pej burrave se nuk e kom pej veti. është livdu me mik pritjet mirë, me best paq, me bujarit mirë, me marifet mirë ty, se për një burë të mirë, thëshin plesh se unë atër nuk e kom rrënjën vakt.
Për një burë të mirë, krejt katuni jetë fukaremës me pas. Për një burë të keq, shohet krejt katuni, se jep ngjyrën e ligë jep. Tre vllazen, 2 vojshdit, tha delshin e vedhshin e vrajshin se ku shkoj ke me hina bor me vjedhje, aj kur del ke me kapa ju duke me vras, kish ka me majt atëre. Ky i madhi tha u folke sa mu i ke moni, bre, një dit, ja qoj zoti hakikat lekin, këtine si ke hakikat, i tha, oj plak, gruz vet, tha, hoj, a shkojmë sonte të baba ju të ta bojmë i natë bashkë, ajo më nëzish priti. Po, bra njeri, tha u quri i murën thmin, krejt të shkuën të Niki, të baba i gruas. Këta 2 tjerë të afer 20 rëmë, tha i kanë pas aty. Mrena, tha i qoj zoti, erdhen 7-8 balcur, ta javqitën rrethin e t'jauduin pushke, javshtin zjemin, kush mësyn ke me dalë e vrajshin, kush me të mrena kallën zjem, afer 20 rëmë u shkrumon, a i si ke hakikat e pështoj për edhe ja, shkoj atje, pështoj me thmit vetë me gru, me krejte, a i pështoj këta tjerë të hamrën. Kanë bo zullum, po dikuri, është dale drejta për ledim. Dy binaka janë konë, o konë i përtrin edhe një binak. E që këj binaki i përtrin, o shku me dhanë, i shkon qoban atër hala i ri, o shku në podrime, i ka qita atje për kullosa me mire, ka blesh qyme me na i dimnit aty. Kur në shku aty, ta i konakgjia nuk e dishin, binak e emnin, se qëfar binak e është, nuk e dishin ku shokë. Edhe koka kon shku aty, a i konakgjia, u bonë 10 dit në gjimë për gjithë një aty, u qejke, hajke do buk e delke. Një dit i tha, kënë prombjet, tha, shka mara kjo punë e jotja, si s'parin shpiton dhe kurrere, qëfar punë e kia, ka je ka shkona, a tha bra qoban. Tha e kemi një halë të malë, si mi ka di me i rallë fije kurqysh. Hajli koft, tha, e ka qua, tha njoni, gruen me një thmi me shku në gjinit vetë. I që ti ka toni. O dalë një haram bashkë, tha aty, ja ka mojë 3 net mrena gruen. E ky tha, kur është tarë mas 3 nete, gruja së shku të baba i vetë, kur është tarë, e thot unë s'jam për ty mo, gruja. Se? Thot unë jam me të pa shku të baba të vazën. Qka bon, thot që shtu filën njeri më ka marë, më ka dhoni unë 3 nete, më ka marë të shpi. Haj, thot gruja se i gjinët halë, kësa i pune. I rinë gati mas janë 10 dita, të satë habitet, a i pak kësha s'ka kalëzu gruja sa në deleveret bashkë që ato. Kohë. Ata shterohen të vënë që kërët e po një aktin e deleve tjetrin. Tonë. Kur pashitet edhe ajo dhe pak dhe deleveret edhe tjetrin e i bën 3. Kur i bën 3 tash mbledhen me i pajtu gjakët. Aj i lyp këtë 3 gjakët që ju këshin vra 3 moshkuj. Ky thëjke jo, kur njës ja kom bërgjë. Tha, tash ti një pjedin për grua, një vra, po shkon gjak për grua, se ju ka marrë nera, në muzi. Po këto 2 tjera, s'po dim ka me i dhonë, thot, atë bjanë me folë ty kur herë aty. Thot, po, pra, unë jem si kryesor aty. Thot, mas je kryesor, fole qëtë fjallë, kur të shkojsh aty. E mandej, thot, mandej dhine morin mua ta, atëherë unë e spikoj atë punë. A mund në shatë, thot, hajti. Shkon kjo aty, kur shkon aty hinë muabet, aty që shë kanë pose, kjo e flet atë fjallë që ja ka thonë një njëngë. E ma nej, thot valoj se di, kush ta tha këto, thot qaj që boni dhe, mulle më shku me ma. Shkojnë e mojnë, a i ma pon gogisht e me gujgjuft veshën, se edhe unë e kom pas gujgjufin. Vjen aty, kur vjen, hungjit, janë balta gjakit, po hungjit, i fan trapazane, i thëshim, soban, i ka po do të kon tokë para pongët do trapazane, hungjit që atje poshte. Ja qojnë me në ruj kafe, dishka i thonë, a mëse ke folë, ti që të fjallë, të të po. E manda i thotë, kalëzëm ju punë që shikini. Ja kalëzojnë ata punë, tak. Thotë, kjo s'ka pleshnim atlet. Thotë, kjo 3 gjakët i ka marë. Kjo si ka atine bërsh kur gjonë.
Pra ndasht me lyp bërgjaj, t'ja bjen grunë tine 3 nete taman, kë grunë tine, kë ala 3 gjaka atine. Jo, thot, zban mi u qu gruja, zban 3 net, 3 gjake. Ani, kush je pra ti si e dave këtë peshnjën e pështove, thot, unë më thonë bina kalia. A je qaj binaki si da peshnjën, që thot, po qaj jam. U qunë tha, e ja shke për në dhatë në përbodrime, e shiti shimin kjo e ndrunë këna që gjithë dhimin e gati e bajten aty. Rinori i nipi ti dëgjonte me dhemendje rrëfimet e gjyshit. Në tonë mretni ti shkon mreti. E aj kish pandjesin Shkodër ka gjindë meqem shumë. I pas ka pa interesu dhe bëhet të vdil veti dytje dhe du më shku me i pahje mantar të Shkodrës që shjanë. Që të shkone ku shkon qashi i gjodo gjindë ty najt, aty e pse leme, jam marine. Ka hjetët jam ja banjgji, po shkat ka qitë mara kontët vallahi komisi ka gjindë meqem Shkodër, fër të marrë me i pa mantar të Shkodrës. Keshin ata i thonë, e mara burë, thot në të qojmë të një njeri si joj meqem, si se ka shoqin ma të meqem, po ty s'ta mushë. Ky rrëdhë kritë të një marrë, që aty në mushim me më përpjek në njerit meqem, kom qenë mja mje, fjallë të yrnekine. I thonë një djali aty mere që të filona po nga gjia. Shkojnë e i prinë për para, që në kure që në të dhe që kjo është, si më thanë ata me të prunë, që kjo është që tu. Jep se leme ja mere, i thotë, shkat ka qitë ka, ka jetët jam ja banjgji, shkat ka qitë ka, thotë, kom një qështu më kanë qute ti për njerit meqem. Thotë, po më koni meqem nuk bëja ponga, po kisha boj qëtër gjonë, pra, ani, s'ka dërt. Thotë, po ti vetëm shka po dëne, unë e po të përgjegjna. Thotë, shka punën ti këtu, thotë, punoja ponga, harnëje, maroj treje, bëj qështu. Po ka sa del dita këtu si fiton fitimi këtu, shka del njitje, thot 4 grosh. Po qysh i shpenzon ata grosh? Thot, po një e bëj harçllak për nestër, se duhet më punu dhe nestër në dukunje, blej harç ka kom nevoj. Një si të shkoj të shpia e laj bërgj. E tretin e shti bërgj, të 4-rin e myti nuj. Thot, dasha mirë, thot, unë e jam filon mreti. Thotë më thonë, maj meshmi tonë mret një uqurë kom, thaj, a i shqitësi aty, tha, po mabra pa disha, tha, po, tha, ja, hunqo, unë jam njeri thjeshtje marrë me të ngue, që tonë si e barë shda ke mora vesh, që to tjerat, spigomi pak se su një mora vesh. A i, thot, pa disha. E laj bërë si që ka jepi babë, se te më boj zoti i punës, më ka majtë baba, më ka fornizu me shkollë, me zanate, me krejtë. E shti i bërgj jepi djallit një se kur pjakna unë i duhet edhe djallit me majtë mua. E shti i bërgj edhe ato. E që të katin dhe të mytin nuj, jepi grus. Qare pa i dhonë dishka një kodë, shka të jepi që mytë nuj. Ska, Bukdhënia, sofrat e shtruara në udat shqiptare, ishin e dombesin njën nga traditat më të shmuara që ka populli shqiptar. Hajde rrethoni bura, mirë se keni ardhur. Hajde vara. Edhe në sofër ka regula, Gjazeqiri shprëndan bukën tek secili. Vije momenti i ndarjes së copëzave të mishit, ku Gjahyseni shtoi. Zeqir, ti na dove mishin, po a dite që shme na do? Kush dita? Ani bëf shajrë. Ha. Këto e kom fol beq Mustafa i Morin se kom dvetë se më mu nga tru nër vetin bjesht baba i bara maga e rashkocit nashta e kin gjoft kush, nashta se kini gjoft. Zot një burra kom. Edhe erdh vakti i bon do fjallë bukur pa mjena për kryet berrit aty. Qysh mu do? Kure veta beqet tash beqet atë më kallzu kuj qitet kryet, a kuj shpatla, a kuj kjo, a kuj ajo, tha për në rek nuk e di. Marcit Gjakovs, tana bujaria, me e forta akon Marcit Gjakovs se në rek, tha. Peneve. Kryet ta i qitet që atin e bajraktarit si prin me hin lufte me dhonë dhe kryet e vetë milion. Shpatla i qitet në koft hojnë, në koft plak, në koft i burri, për shtatë që më aty qitet shpatla.
veshne ta i qitë në augës në begit, sa ta e në zotni nuk thej neshna, jo të cëllë një copë veshne, po i kapët qashtu komplet edhe i qitët për para. Bishti tha copën gjenë në malsi, bishti tha i qitët ma qungonit mas kapadajis. Thash kushon që kësë jakom një zonin kur, tha kjo për shemer Arif Gajeri si okon ma qungan mas Ali Baraktarit, no haj Selmoni si okon ma qungan mas Ali Baraktarit. Si truprojet tine, atër u kanë thonë, u thëshin panurë, u thëshin për cilë, se tash po i thonë truproje, që ty në dyve tha u qitet, bishti se janë ma qungan mas kapadajis. Buk, krip e zemër, është fjala më e mençur ndër shqiptarët për mikpritjen e mikut në familje. Mikpritja në familjen e Xha Hysenit, tregimet dhe pleqnit e tij në Od, ishin kënaqësi të cilën e përjetuam edhe ne si ekip i televizionit, gjatë kohës sa që ndruam në konakun e tij. Zemi dhes të po, të natë mirat po, sot sofra u këthyve, së bëkon për para, ta bishin bukën tavolin, pa hatë në buka tavolin e ugjën ka uqë, ose në karri, ugjën rashë, sukën e kalon baba, bab gjyshe, e kata gjyshe. Edhe Diari do bëhet pleqnar si gjyshi i tij, me që qyshiri ka fatin të rritet në Od e të dëgjoj rrëfime burrash. Altin gru s'japi sakicin, qik s'japi këmesen. E se nuk jam sukur zotnit e Gjakovës, sukur beglert e Gjakovës, se Riza Begit ja ka gruja 3 kila dukat në qaftë varne. Unë e kom malsorin me një apon gogisht e gjysën të shkyne. E unë e kom i gjys ka pushin krye. E unë e du me dekës një për atë punë, tha e ra tavolinë, sa ty e fshinikin Gjakovar, tha thane mujti apon nga këpucen. Dhe me apongaj malsuri, Ali Berneza, e qështu, me shitjet vatanit janë shku mas shumë të trettinat janë bunë këtë. Kurs ne kanë lënë me dalë me najtë në mullinja së ndugoj pleshtë ati vakti. Pse? Sa aty rrinë gjithë shka. Që atia bazenumit i kishin pa thonë, Avduli Hoxha Abaz, ku kesi uvanjove? Thot Avduli Hoxha uvanjova pak se hina që aty ku bojnë gjimja horë, ku koritën burrat. Ku thot Abaz koritën burrat, thot asedin Avduli Hoxha, thot ja. Thot për kafe se gjithë shka hinë aty. Hinë i mirë, është i mirë si vesh pegamer nuk është e bëkare tjetri e shtin mu korit krejt, e shtin mu korit i pakoni, se i bjen shpinë, shka s'duhet me konë. Përsi ka vra gjindë kur nuk e livdu kush. Që to kom të mirë në pej burrave se nuk e kom pej veti. është livdu me mikë pritjet mirë, me best paq, me bujarit mirë, me marifet mirë ty, se për një burë të mirë, thëshin plesh se unë atër nuk e kom rrjan të vakt. Për një burë të mirë, krejt katuni jetë fukarenës me pas. Për një burë të kesh, shahet krejt katuni, se jep ngjyrën e ligë jep. Tre vllazen, 2 vojshdit, tha delshin e vedhshin e vrajshin se ku shkoj ke me hina bor me vjedhje, aj kur del ke me kapa e duke me vras, kish ka me majt atere. Ky i madhi tha u folke sa mu i ke moni, bre, një dit,
ja qoj zoti hakikat lekin këtine si ke hakikat i thaj plak gruz vetë, tha hoj, a shkojmë sonte të baba ju të ta bojmë i natë bashkë. Ajo më nëzish priti. Po bra njeri, tha u quri i murën thmin krejt të shkuën të Niki, të baba i gruz. Këta dy tjerë të ofër 20 tërëm, tha i kanë pas aty. Mrena tha i qoj zoti, erdhen 7-8 balcur, ta javqitën rrethin e t'javduin pushke, javshtin zjemin, kush mësujke me dalë evrajshin, kush me të mrena kallën zjem, ofër 20 tërëm u shkrumon. A i si ka hakikat e pështoj për edhe ja, shkoj atje, pështoj me thmit vetë me gru, me krejte, a i pështoj këta tjerë të hamrën. Kanë bo zullum, po dikuri, është dale drejta për ledin. Dy binaka janë konë, o konë i përtrin edhe një binak. E që këj binaki i përtrin, o shku me dhanë, i shkon qoban atër hala i ri, o shku në podrime, i ka qita atje për kullosa me mire, ka blesh qyme me na i dinjit aty. Kur në shku aty, ta i konakëgjia, nuk e dishin binak e emnin, se qëfar binak e është, nuk e dishin ku shokë. Edhe koka konë shku aty, a i konakëgjia, u bonë 10 ditë në gjimë për gjithë një aty, u qejke, hajke do buk e delke. Një ditë i tha, kënë prombjet, tha, shka mara kjo punë e jote, si s'parin shpiton dhe kurrere, qëfar punë e kia, ka je ka shkona, a tha bra qoban. Tha e kemi një halë të malë, si mi ka di me i rallë fije kurqysh. Hajli koft, tha, e ka qua tha njoni, gruen me një thmi, me shku në gjinit vetë. Në peqët në burat katunit, u cilë sa ka një copë herë në për dy vahone, se në vike marrë me hi pej tyne, se dishka u duke mu thonë, nuk e qitë ke goja me full ma ta bura, qash kishim njerëzije, kishim marifet pej tyne. Baca Hysen e ka në gjen të pres e për cilë mysafir në odën e ti, ndërkohë burat në odë dhe plizbardhat, që sot fatkeqësisht janë më pak në numër, Gja Hyseni mundohet her pas here ti të boj në konakun e ti, që kjo tradit e familjes të vazhdohet. Une jam i lindun 1932. Jam i rritu në shpit madhe, s'kem pas ku mu hungja, s'ku mu jetë, ajo në që shokon atër o konë tokë, edhe kaldrama shpia thmiva aty, na jam i rritë ashtu për gazep zotit. Mu ka duft i vogël sa që këtë djallë me i rujtë gjanë. E me shku, kapuqin e bardh e tirë që 8 vjetë e përsipi dhe kytet i ka, mu ka duft që i kom hjekë kurë, që ashtu i kem pas punët. Teshat për gratë, une për para nej, jam shku me gjithë shka me gjonë, po du me thonë me ljopen, me kualim, edhe dhikem pasen me tana. Rrëfime dhe tregimet e menqurat të Agjes Hysen, të cilat i mësojnë nga të paret, por edhe nga përvoja jetësore, janë shembull i mirë për gjeneratat që vinë, e për këtë, ai është i respektuar në mesin ku jeton. Ma fort jam lodh dimnit këtyne herë, se jam lodh veja shty punu aty asishne. Se na imi konë shpije madhe, e pa musafer se disi imi met, o hi dimni e dal bile pa i pas 3, në 2, se disi imi met kur. Unë e bëj shajzmet në sobë, jam konë si i letë, që ashtu ne kanë baboj lukë të gacave, jo moshën se u diske qergat i ke pas, po luga jo ma i ke gacen aty resha me të në komë. Kur më thëshin hoqo, musafirët, baba jam thëke, huqë 2 dakikave qëvapet. Shazet e vujsha hesha kesh sa më konë ka qeri ra, ty na i komë t'ju mojzmet atyne. Më ka interesua vishin plesh të rishin, nuk o livdua për katun të madhë, vesh për burrat mirë o livdua kjo katun të kem pas plesh, si vallahi, Uniki o konë qendra e Kosovës, vesh nuk ka pas plesh ma të mirë as Uniki se ka pas Dobroshi. Baba i kish pa thonë djallit, i kish pa thonë birë me të korit ku shka bënë, thot baba vesë. Thot po, e me të korit vetja, thot jo vetet korit, thot jo valla mas fortit korit vetja. Pse? Thot mas parin tulla tua, mas ka lajt është munere mu korit tulla tua.
nuk e respekton mosafirin, nuk jep nerën, nuk ja marrë marifetin, ti i korritun je vraje vetën, pra se vetën e korrit. Këtë vend 3 lufta ishin kënë bon, 12 sene, kur odhon kongresi i Berlinit, ju ke dini me historiu në kur se më konë shkollë me mësua semrin tam, ushtarë, kom su sa me shkruj letre me shu të shpia, po kom pa bo me lexue, me shkru sa me i pa pas 8 klasë bile shkollë, po kom pa bo. Gjithmonë në jetë, 2 lufta ishin kënë fitue. Me 3 luftë, me 30 kanë fitue, kanë marrë këtë vend e në shkue. Gjithmonë paria e kanë shit vendin. Kur është ardhë vakti me lëshu Turqia, këtu në me lëshu Mali Zi, që ajo kohë konë, i ko kanë konë mledhë reke Malci, thonë fushat e barampash, ko kanë konë mledhë aty, Riza Begi i kryesive i shkonë si kryesor, po tutë këta me folë se pe Djegin e pe Jasish në bënë, Ali i Berneza ta dull hipi një dras ma nalt, hipi tha aty, ta merë një vesh reke Malci, e sheherën a hije, sa të jam gjallë një plomë Karadakit nuk e lëshoj, vete marë pushken, djallit ja pi... I që ti ka thonë, o dalë një haram bashkë, tha aty, ja ka marë 3 net mrena gruën. Ky tha, kur është tarë mas 3 net, gruja së shku të baba e vetë, kur është tarë, e tha, unë s'jam për ty, mo, gruja. Se? Thot, unë jam me të pashku të baba të vlasën. Qka bon, thot, që shtu filën njeri më ka marë, më ka dhoni unë 3 net, më ka marë të shpi. Haj, thot, gru se i gjinët halë, kësa i pune. I rrinë gati mas janë 10 dita, të sa të habitet, a i pak kësha s'ka kalzu gruja sa në deleveret bashkë që ato. Kohët. Ata shterohen të vënë që kërët e pa një aktin e deleveret tjetrin. Tonë. Kur pashitet edhe ajo dhe pak dhe deleveret edhe tjetrin e i bën 3. Kur i bën 3 tash mbledhen me i pajtu gjakët. Aj i lyp këtë 3 gjakët që ju këshin vra 3 moshkuj. Ky thëjke jo, kur njës ja kom bërgjë. Tha tash ti një pjedin për gru, një vra, po shkon gjak për gru, se ju ka marrë nera, në muzi. Po këto 2 tjera s'po dim ka me i dhonë, thot atë bjanë me folë ty kur herë aty. Thot po pra, unë jem si kryesor aty. Thot mas je kryesor, fole qëtë fjallë, kur qëkojsh aty. E mandej, thot mandej dhine marrin mua ta, atëherë unë e spikoj atë punë. A mund është atë, thot hajti. Shkon kjo aty, kur shkon aty, hinë mua bet aty që shë kanë pose, kjo e flet atë fjallë që ja ka thonë një njëngë. E mandej, thot valoj se di, kush ta tha këto, thot qaj që bani dhe. Mulle më shku me ma. Shkojnë e majnë, a i me apon gogishte me gujgjuft veshën, se edhe unë e kom pas gujgjufin. Vjen aty, kur vjen, hungjit, janë balta gjakit, po hungjin, i fan trapazane, i thëshim, soban, i ka po do të konë tokë para pongët do trapazane, hungjin që atje poshte. Ja qojnë me nëruj kafe, dishka i thonë, a me se ke folti që të fjallë, të të po. E ma ndaj, thot, kalzëm mi u punë që shikini. Ja kalzojnë ata punë, tak. Thot, kjo s'ka pleshnim atlet. Thot, kjo 3 gjakët i ka marë. Kjo si ka atine bërsh kur gjonë. Pra ndasht me lyp bërgjaj, t'ja bjen grunë tine 3 netë të taman, kjo grunë tine, kjo ala 3 gjakët atine. Jo, thot, zban mi u qu gruja, zban 3 netë, 3 gjakët. Ani, kush je pra ti si e dave këtë peshninjën e pështove, thot, unë më thonë bina kalia. A je qaj bina aki si da peshninjën, që thot, po qaj jam. U qunë tha, e ashke për në dhatë në përbodrime, e shiti shimin kjo e ndrunë këna që gjithë dhimin e gati e majten aty. Rinori i nipi ti dëgjonte me dhemendje rrëfimet e gjyshit. Në tonë mretni ti shkon mreti. E aj kish pandjesi në Shkodër ka gjindë meqem shumë. I pas ka pa interesu dhe bëhet të vdil veti dytje dhe du më shku me i pahje mantarët e Shkodrës që shjem. Qohë të shkone ku shkon qashi i gjohë 200 ty najt, aty e pse lame, jam marine. Ka hjetët jam ja banë gji, po shkat ka qitë marakon, thët vallahi komisi ka gjindë meqem Shkodër, fort të marrë me i pa mantarët e Shkodrës. Keshin ata i thonë, e marabur, thot në të qojmë të një njeri si një meqem, si se ka shoqin ma të meqem, po ty s'ta mushë.
Ky rrudh kritë të një marrë që aty në mushim me më përpjek në njerit me që më kom qenë mja mëje. Fjallë të yrnekine. I thonë një djali aty më reqote filana po nga gjia. Shkojnë aje i prinë për para që në kure që në aty dhe që kjo është, si më thanë ata me të punë që kjo është qëtu. Jep selam e jam mere i thotë, shkat ka qitë ka, shka jetët jam jabanji, shkat ka qitë ka, thotë kom një qështu më kanë qute ti për njerit meqem. Thotë po më koni meqem nuk bëja ponga, po kisha boj qëtër gjonë, pra ani, s'ka dërt. Thotë po ti vetëm shka po dëne, unë e po të përgjegjna. Thotë, shka punën ti këtu, thotë punoja ponga, harnëje, maroj treje, bëj qështu. Po ka sa del dita këtu si fit. Vend takim me shumë miq e bashkëfshatar të tjerë Bacajsen e ka këtë vend. Kujtimi për të rënët dhe malli për ta nuk e lën të qetë, dhe ai shumë herë gjen qetësinë në shpirtit e tij pikërisht pranë lapidarit të lirisë në fshatin Dobrosh. Mirë se erdhe motër, që shjesi e? Në më shumë që, shka i kini halët ju? A i ki e kajtë, a mi vetë si e më shtë. Mirë, po dhe në. E takuam teksa po viziton të këtë përmendore, duke përkujtuar të rënët për këtë vend dhe lirinë e Kosovës. Agjajsen, na pikrisht me ty u takum këtë vend shajt, muj me qujt, vend ku ka shumë dëshmor dhe martir. Bukur do vjet i ki, sigurisht se i viziton shpesh, a? Paj, dita ke mirë, edhe me komendaj tash njeri nuk po ka, na imi mësu me najt atër kur i kemi pas plesht reshim ka 10-15 vete 20 në çdo dhomë. Reshim bashkë në ishe njeri muhabetet mira, në i ke mahi, në i ke fjallë të vjetra, në i ke vujtje shka kem pas pe janë meqve gjithë mërë në jetë. Edhe të fundit, shpesh herë kur më delën anë, kur e kom mundësin, vi me naj me këta burrat, këti vendi këtu, se shumë kom pas, me ta shumë kom pas, jarani e më kanë deshtë fort tonë, më kanë thonë lallë, shka po ishen fotografi që aty lallë më kanë thirë se jo nemen. Plus i kom një 3, që ti i brën e kom si e kom pas të shpirtit tam, po kom edhe një shaqir Muharremin si e kom pa në fundin e mra me Gjevat Hazirin. Që të aty përshëndetin e mra me Gjevati ma ka thonë, u pashim më hajrë dhe i kanë nele, i kanë shtinat kumponja aty. Inshallah na kanë bo halal këtë jetë, këtë gjak si e kanë dhonë për neve, inshallah kemi të ardhme të mirë, inshallah nuk e harrojmë edhe na, për që ata visartë kom nga dalë rinka pak. E i këshyri, u hiram tonë vetë i këshyri qëto. Ka pas bora këtë si vallahi, më që dita kun që i beru ka që aty si në trika të në se ka një shumë që. Kur në dishin plesht, tha lal, shka bojmë, në tashti djeme qika duhet me i martua, si sun ja bojmë ekranat e miqve si kanë pas plesht. Thash na duhet me i majtë që ata miqët e pleqve si kemi pas, këta tonë, qësh në vinë në një, që aty në duhet me bojtatë, qësh i kanë respektu, plesht duhet me respektu dhe na. Me që këmë musteqe, shaqir Sadria, mas mrami që ta kom pa dhe që dhe Gjevat Zënjunin. Tonë njën konë djemë të mirë, vallahi s'di shka me thonë për kur një, se tonë njën konë për mashallah u koftë. Sa e një vetën krenar Agjajsen ti që je njoft me ta e gjaku i ty nësa do bo lirin për Kosovën? Tash më doket kur ti shosi me i pa pas të mitë në vllazën në djemë në tonë këta i kom pas që ashtu si sështë një si e kom druj fjallë ti i kur me ta. Qyre këta varë këtu që ta në shaqirin e tek të të katrin aty, si në konë të pjekun.
Vallahi s'kan pas burrat që më konë ndryshe veç qështu. Që kjo konë historian të fakultetin e ka pas kryen të historisë që kjo Rexhepi. Ky dema konë punëtor, veç o konë djali Zotit, djali qashtë. Që ky sherifi me gjithë dhanë alin aty, s'kan pas mashkujt më të mirë që shme konë. Unë 18 ka i baj, e jam hala këtu, muj më folë për ta, këta qërët, ty rrit halajën kone jënë këtu, që shtë njët prekun e një, gjitha ato e një, po zullum qari, ka po gjithë herë zullum që shtu neve, shala mës, zullumi pove që shala mës o kryaj mua bete, nuk ne bje muhise. Me dëshirë, pranuam ftesën e ti, si që ka hije një malsori bujar, që ta vizitojmë në shtëpin dhe konakun e ti, ku përjetuam momente mikpritje e bujarie. Pasi ko ke ardhë motër sot me ne vizitu me i bo këto gjemime, unë e qashtu mire kesh se fa me bo, jo vesh një marrë me pushu, pa këtë do me im lidhë do plesht katunit e do. Gjithë ku shka qe me ju pa, me ju nije, edhe merën e juve me respektu, i ka shatë buke krype gjoj me ham. Semona! Do më sa përhoj? A dhe ma më nësë puni zotë një serte. A je burri pohën? Ma zuma, ja ku i Shkja si ja. A je se që në Je shka je, të A je asma posha. Semola. Sa dhe jo posha shia ku i A je bune kur? Ma morko. Bravo. Ato me që shtume. A mund dur të më verta. Hajde bune valla. Se që në mësa. Oj, A jema. qao, puma. A ka ba tomën krejta. Hajt je mirë. Hajt je punkti. Po mirë. Hajde mirë. A i ki këta shoke që shpe që me ta. Po, mirë. Po, shkaj. Mikpritja në odën e burrave, si pas zakonit e traditës së familjes, që nga pleqnari dhe advetari i kësaj familje, Sali Bajrami, u transmetua të secili antar në familjen Rexha të fshatit Dobrosh të komunës së Gjakovës. Për para në hushkë mirë, e soba mirë e madhe, e musafirvishin bëllë. E që ishin qëbrësh. Tash mas luftë, kemi bo salona. E hungjëm më gra, gjithë i cili me gruat vetë. Aty, kille, atë përqen mua beti me gruat, përqen kur i pikë. Zëqëra, ti e kje hasionin sa bali kullë. Unë s'kam kujua vite më kujan me ta ty. Unë e kur 3 me bura da jere. Në salon më ka kje me full. 5 dakika ki shka me full me gra. Mas 5 dakika ki mi thonë a ke kora, ke kosita, ke vadita, ke bashkë. Qa ke mi thonë? Ju edhe ne kemi pas 5 me 5. Për krejt mahall në atë vakt, tash imi bu 25-6 shpia, tër imi kon 4 shpia, 2 shpia, 3 shpia gashen kon. E na imi kon 4 thaq. Da se me dek në qatod, qatë ju ma ishin. Nuk thoi ke kush po rëndzanë. Qashtu hishin të rëndzike, po burra ka pas si kur shkojsha me hinë sëmë,